Konferenca do të mbahet me 20 mars. Janë të ftuar partnerët që janë kanë pjesë e projektit, sepse projekti është i mbështetur nga Komisioni Evropian përmes Fondit të Ballkanit Perëndimor, ku dhoma tregtisë dhe industrisë është lidere e këtij projekti. Do të jenë nga Maqedonia, do të jenë nga Shqipëria, do të jenë edhe nga Malezi, së bashku me bizneset e tyre të cilat kanë filluar procesin e plotësimit të kushteve ose standardeve ESG që ndërlidhen me mjedisin, shoqërinë dhe qeverisjen. Do të ketë panele të ndryshme të diskutimit për rëndësinë e plotësimit të këtyre kushteve, sepse në vendet e BE-s tashmë ky proces është zhvilluar goxha shumë, po edhe Ballkani në përgjithësi, po edhe Kosova në këtë rast në veçantë nuk mund të ikë këtij procesi që është shumë i rëndësishëm, sepse ndërlidhet me procesin integrues ekonomik dhe shoqëror dhe në përgjithësi në BE, kështu që është një rëndësi shumë të veçantë për vetë Kosovën dhe vetë kompanitë tona, të cilat një pjesë e tyre vetëm kanë filluar të plotësojnë këto standarde, të ndjekin këto standarde të raportimit, sidomos kanë një rëndësi shumë të madhe. Nga këto standarde përfitojnë edhe investitorë të ndryshëm, përfitojnë punonësit, përfitojnë komunitete, regulatorët, institucionet, padyshim. Kosovën aktualisht e pret themi disa ndryshime ligjore që duhet t'i bëjë. E ne po presim që ato do të nisin të bëhen sapo që qeveria e re të formohet. Në këtë konferencë e cila do të zgjasë thuajse gjatë gjithë ditës, do të ketë diskutime të ndryshme, do të ketë praktika të ndryshme që kanë ndjekur partnerët tonë, shtetet e rajonit në këtë proces. Ballkani Perëndimor sidomos do të bashkëpunojë më shumë mes vete. Në çfarëdo formën, këtë rast edhe kompanitë e shteteve ndryshme të Ballkanit Perëndimor do të bashkëpunojnë mes vete në mënyrë që të jemi në hap me kërkesat që parashtrohen nga Bashkimi Evropian ose Komisioni Evropian. Ne kemi ftuar diku rreth 200 pjesëmarrës nga të gjitha vendet, të përfshijnë edhe bizneset tona anëtare, po edhe domosdoshmë edhe biznese që do të vinë nga të trija këto shtete që janë kanë pjesë e këtij projekti, dhe ato do të kenë mundësinë edhe të shohin rregullat, të shohin edhe praktikat të ndryshme që janë ndjekur nga bizneset e këtyre vendeve, të shohin, të mësojnë se cila nga ona dhe tjetra, që të shohin mundësinë më shumë se si mund të plotësojnë më shpejt kushtet, të gjejnë rrugë më të mira për plotësimin e tyre, po edhe të shihen edhe mundësi për bashkëpunim mes vete, sepse bizneset së pare duhet bashkëpunojnë me fqinjen e më pas do të shohim tutje për bashkëpunim, kështu që është një mundësi e jashtëzakonshme, një mundësi shumë e mirë për të gjitha bizneset tona që të jenë pjesë e këtij takimi. Në drejtim të standardeve të ESG-s është konferenca e parë.